Ditën e nesërme, besimtarët musliman do ta festojnë Kurban Bajramin. Sot kemi ardhur në tregun e kafshëve për të parë se sa është interesimi i besimtarëve për të blerë kurbane. Besimtarët po bëjnë përgatitjet e fundit për festën e Kurban Bajramit. Një nga simbolet e kësaj feste është edhe therrja e kurbanit. E në vigjilje të kësaj feste, televizioni Shenja ka vizituar tregun e kafshëve, ku besimtarët kishin shkuar për të shitur e një pjesë kishin ardhur për të blerë kurbanin. Numri i personave që kishin dalur për të blerë kurban ishte relativisht i ulët. Televizioni Shenja bisedoi me një person që kishte ardhur këtu për të blerë kurban. Si shumica e tha janë kohej se çmimet janë shumë të larta. Këna bla me bleni kurban. Si shkojnë çmimet? Çmimet zanë konkën, 300 evra, 15 kg mash. 15 kg mash, ka 500 dinar në të bëjnë 100 evra, a më kështu 300 evra. Çmimet u duken të arsyeshme shitësve. Ata thonë se kurbanet i meritojnë këto çmime, megjithse ankohen se numri i blerësve po ulet çdo vit më tepër. Nuk kam shitur asnjë, nuk ka njerëz, nuk ka blerës, tregu është shumë i dobët. Sollëm kurbane për të shitur, por nuk ka blerës. Çmimi sillet nga 300, 350 deri në 400 euro, varet nga kurbani, por nuk ka njerëz. Shesim kurbanën, më nuk esim. Nuk kemi i kënaqur. Dobët. S'ka do me thonë interesim, no? S'ka interesim, ja. Si sillen çmimet? Me çmimet varet sipas tropi, pas hajvani. Ama nuk i blen. Nuk i blen. Po nuk ka se japin ka qata të tje. Teshko ide. Është vështirë, çmimet varsisht 300 deri në 350 euro, varet nga kurbani. Unë aktualisht qes dash, interesi është i ulët, çdo vit shkon dobët e më dobët. Ndonë se në tregje çmimet janë të larta, ofertat për kurbanën në tregun online kanë dallime të mëdha, e kur jemi tek kurbani, institucionet relevante kanë caktuar edhe pikat ku qytetarët mund t'i hedhin mbetjet e kurbaneve. Kësaj komuna e Çajirit ka njoftuar se qytetarët mbetjet mund t'i hedhin në 3 lokacione, në të cilat nga ana e higjienës komunale do të vendosin kontejner të posaçëm në Seraf pranë objektit Premium, në Duqanxhik pranë Teqes, në Çajir pranë Xhamisë së Re.